Cila situata më së këndshme që të ka ndodhur gjatë një transmetimi live ose jo live, thjesht në fushën e futbollit? Mjafton të jetë kuadrati i futbollit. Ka qenë një ndeshje për qarë dhe për qeshur. Isha në Puk, në mos gaboj. Luan me Teutën. Tërbuni Teuta. Gash Magani ka qenë trajneri i Teutës, më kujtohet. Dhe një futbollist afrikan i Tërbunit ulet në tokë, kishte probleme me zemrën. Ambulanca? Po. Ulet në tokë dhe nuk ngrihet më, vinë të gjithë, i japim ndihmën e parë, unë transmetim duke thënë ato që shikoja. Kështë komentat ndeshje? Koment. Dhe komentoja atë që shikoja, sigurisht me pak kujdes që mos as të bëja panik dhe as dhe ndërkohë stresin ambulancën. Shkon shoferi, nuk ndez ambulanca, se s'ndiste. Dhe vjen zjarfiksja, i vendos kavon ambulancës. Po, ka brez në botën, i vendos kavon ambulancës, e të req, e ndez. Shkojnë e majnë, djalin pastaj shqyqyra i nuk pati gjë. Lojtari më karizmatik që ke intervistuar? Buffoni. Në Lërbëriçi edhe ky. Dija një histori, po. Në Lërbëriçi, një ditë përpara ndeshjes, isha për Supersportin, askush nuk e priste, ne ishim atje, isha vetëm unë dhe gazetari i TVSH-s, dhe vjen skuadra e Italisë. S'kishin asgjë në plan, po, me që jemi kështu si gjysmë vëllezër, tentuam ne, thamë, mund të bëjmë një intervistë? Po, na thamë, Venturën dhe Buffonin. Ishte një po e papritur, Po, bam, organizo, merë, kështu, të s'kishte as emisione, as të vëshësër, i bëm të lajmet live. Dhe ndërkohë që gazetari të vëshës po bënte Venturën, unë me ishim kështu, 3 metra larë, unë isha me Buffonin. Tarë dija disa histori prej Thomas Trakoshës, që Buffoni, kur ka taku për herë pas Trakoshën, e ka pyetur për disa fjalë të pista shqip. Ai dinte, po e pyeti çfarë do thotë kjo, ai qeshi sepse kishte 2 punëtor në shtëpi, i kishte shqiptar, burrë grua. Edhe me qeshi thosh, ora ata më thonë që ditën ashtu. E pas atë motrën. Ja tregoj unë këtë diskutimin. Dhe i them edhe si tifozi mine që i them edhe po i goli mundtarit, i thash si të Bëri pyet, i vetëm që ka pyet Buffoni për golin mundtar. Jo, ishte shumë. Pyetje direkt. Çata se pashta çata. Tha tu milanista di merda. Edhe më pas foli shumë, tregoj shumë se si kishte studiuar për Shqipërinë, tha më pëlqen shumë, Shqipëria është unike sepse shqiptarët kanë një shprehje që nuk e ka asnjë në botë. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Buffoni ka treguar që do Shqipërinë 2-3 raste kanë parë edhe kur ka ardhur një herë këtu, më duket. Ai ka ardhur me Parma këtu. Teuta Parma. 93. Parma. Ta morim trajner thoni ju tani. Jo, do marrim një shokun nga Italia u shkarkoi. E dëgjova? E dëgjova? Dhe ishte shumë mbas edhe madhështia e futbollistit tillë të bën karizmatik sepse s'kishte asnjë lloj legjenda e futbollit, asnjë lloj barriere përgjigjes si deshte, çfarë donte. Gjergj, ti ke vizituar shumë stadiume europiane. Cili është ai që ka lënë më shumë përshtypje dhe e mban mend akoma? Ajo që kemi qenë bashkë. Italia. Gjermani. Itali, Shqipëri. Dortmund, po patjetër. Shiko, unë ne u takuam, më ka treguar Skela një histori shumë bukur. Po shikonim ndeshjen Shqipëri-Itali. Edhe po shikonim murin e verdh. Edhe më tha mu, a di tha që unë jam tifoz me Dortmundin? Edhe di pse jam bërë tha, thash. Ka qenë ndeshje, tha, luan me Dortmundin, ne ishim 1-1. Korne për Dortmund dhe unë si më i shkurtë tha, më çon te mesi fushës dhe unë isha këtu, tha, shikoja. Gjithë lojtarët zonë, murin, edhe në murin. Vjen kornja, tha, kërcen, janker, nuk e di kush, bam, gol, tha, 3000 veta, tha, unë ngritën kështu, tha, dhe unë brenda 10 sekondash, tha, u mërzita dhe u knaqa ai shumë, dhe u mërzita ai shumë që dhe nga ajo që pashta, u laftari sa fare dhe qatë janë për tifoz, tha. Një emocion në momentin. Është një kështu, besoj ata gjermanët janë. Më pas këto stadiumet e tjera, mua personalisht, duke qenë se jam çik tifoz me Milan San Siro. Ndeshja që nuk do harrosh kurrë si gazetar, që e ke ndjekur si gazetar. Unë jam i mbrezi që kemi bërë shumë gabim se s'kemi arkiv. Unë vjen shumë keq se kur kam filluar punën në Telesport,
komentoja Kupën Libertadores. Kam patur një ndeshje Boca Juniors River Plate 3-3, 3 gola Higuain. Po ndeshja ishte një natës. Dhe në mos gaboj, kanë qenë fillimet, ato minutet e fundit dy ti kanë bërë në këmbë, luritur pa e kuptuar, se të merr kështu. Gjergj, a ke një intervistë që ka mbetur peng që nuk e bër dot gjatë karrierës sënde? Ndoshta ka dashur një lojtar, një trajner që nuk e ka arritur dot ta bësh. Kam bërë Razvan Luceskun, tani është djali i Luceskut madh, ai është trajneri i PAOK-ut, po që në atë kohë erdhi lueti këtu me flamurtarin, pra i kam patur mundësit puna, Supersporti më ka dhënë mundësinë që të kisha më pas, padyshim do e kisha ëndër të bëja me Ancelotin, kur erdhën këtu me Milanin, i pam. Me sa më the do jeshte botrori, kështu që ku i dihet ndoshta qellon aty te Brazili. Besoj se. Po nuk iki Brazili që në grupe. Kujdes. Çfarë ka bën më shpesh publiku kur shikon futbollin shqiptar? Me që ke qenë pra futbolli shqiptar prej vitesh? Gabon që kujtojnë se komentatorët janë tifozë. Prit. Gjithmonë ka thënë. Edhe po janë, për mua është shumë mirë tjenë. Shumë rregull futbolli atë. Më mirë, me ju e kam. Më mirë të keni gazetar sporti tifoz që ndjekin. Se bukuroshe që nuk din se kush luan fush. Hajde mirupafshim. Pik. Hajde mirupafshim. E bukur është se s'ka shanse, unë nuk e besoj në asnjë lloj niveli, nuk ka shanse që ti vësh dikujt kufjet dhe mikrofonin dhe ai kur të bëj gol skuadra kundërshtare mos të ketë emocionin e transmetimit të golit. Po qartë, Po mbrapa mund mërzitet ai që i rraf skuadra. Emocion pozitiv, negativ është emocion. Asnjë shans. A më vërë mua çdo javë të komentoj Milanin dhe Brazilin, tanë nga 3 gola nuk ka shanse, jo se dua unë, por është e pamundur, nuk e bën dot atë diferencën. Dhe pyetja e fundit, Gjergj, ti e ke filluar gazetarin kur më tepër ka qenë e shkruar besoj media sportive. Tani ka kaluar më shumë në rrjetet sociale. Të duket më mirë apo më keq në mënyrën e transmetimit lajmeve dhe informacionit saktë që merret? Atëherë kishte këtë bukurinë që prisje për ta marrë lajmin. Duhet pra unë prisja të bëheshin lajmet ndarkët italianë, unë dëgjoja që kishte ndodhur me futbollin italian, prisja të dilte gazetat, lexoj, kurse tani lexon shpejt, pra ka dy anë. Atëherë ishte ai ankthi i ekskluzivitetit, tani ekskluzivitet zëre se skema. E ken moment. Unë vetë personalisht nuk kam shumë i dhënë mas ekskluzive, kam patur 2-3 herë mundësira që më kanë dhënë ekskluzive dhe jo se ashtu, po jam çik tip kështu dhe kam kaluar te ideali lajme se nuk është se do fitoj në një gjë, mbase nëse do të kisha një përfitim tjetër shumë të madh nga ekskluzive, mbase nuk do jepja, po kur nuk ke, unë marr vesh që do bëhet Flori trajneri i kombëtarës, po ta them se edhe po e the ti, nuk do të shtohet rroga. Është e tillë, pra, po ti hysh kështu. Tani, a mund ta mbyll një kuriozitet vogël të fundit? Po, jepi. Se tash vërtet ke një CV shumë të pasur, Jo, e komplimente, por unë vdes më shumë për vllajën ta. Tani, çfarë? Erioni ka bërë me rënd dashurinë MotoGP-n mu. Tani, çfarë kur Erioni më ka bërë mu të mësoj motorin në zonë. Bravo, është gigant. Kur po komentosh Çdo event sportiv në Shqipëri, përmend the edhe pilot e Formula 1-shit dhe MotoGP-s. Ke dhe ti pasionin për të sportet shumë motosport? Jo, më ka dhënë ky me zor. Erioni po jo. Më ka dhënë ky me zor dhe ai Erioni për shembull është i vetmi futbollist që njeh është Ronaldo. Braziliani. Pra e kanë ndarë detyrat MotoGP me tik te futboll me tik. Haberin e futbollit unë ja kam pak haber, sepse kam punuar, kam bërë dhe lajme për MotoGP-n, për formulën kur punoja në Telesport që i shkruanim, por nuk jam i dhënë, nuk jam i apasionuar. Nuk e ndjek rregullisht. Para 3 ditësh unë isha ndërmjet makina erdhi me motor, pra kjo është bën diferencën. Kështu dahet detyrat, kush ka një event, kush tjetër.